Asnjë kallëzim. Nuk e them unë, thot pak. Kjo që është bërë, për mua është armiqësore. Që të dalësh në çdo derë, të torkasësh në çdo derë dhe të thuash që narko-Shqipëria, narkoterrorizmi, ta bësh ta nxjish Shqipërisht, thuash ti se këtu nuk di, Venezuela mund të jetë lule në krahasim me Shqipërinë, ky është turp që i bën. Nëse nuk po flasim për retorikën politike, të cilët merren një parë opozitës, edhe ne mund të jemi dakord me ty, por i pikë nuk është problem për retorikën politike, po flasim për tjetër gjë. Për indeksin e korrupsionit që tha e nderuara që Shqipëria është duhet statistikat bëhen në mënyrën se si komunikohet çështja e korrupsionit, se si vlerësohet çështja e korrupsionit, po këtu televizione që hapen në orën 6 mëngjesit me korrupsione, mbyllën 12 natës me korrupsion. Aman edhe edhe këto e ka opozita. Edhe këto e ka opozita. Televizion opozitare, televizion opozitare. Cilat i kanë shumë opozita. Ke opozitë e cila me tras me vete si dhe gjithë rrugëve vetëm për të thënë që Shqipëria është narko-regjim, është narko-shtet. Ndërkohë këtu në këtë narko-regjim kanë bërë me 10 vila, e kanë bërë resorte, e kanë bërë pallate. Jo nuk e edhe të udhëheqës qoftë në opozitë, qoftë në pushtet, të cilët shkojnë dhe bëjnë pis vendin ton, nuk meritojnë jo të jenë parlament, po nuk meritojnë të quhen as shqiptar. Diçka që nuk shkon pra, nuk shkon. Kjo është gjëja më e keqe çfarë ka ndodhur në të vend. Çfarë ka ndodhur në të Qeveria vend. Sa i përket integrimit bashkimit evropian, që po një kryetar qarku të Fierit kemi mbajtur me integrimin, do diçka se kush flet nuk e di. A mund të flasim pak për narrativën e opozitës? Rama do shkojnë në Washington me ftesë personale Donald Trump. Ka rënë retorika do ta marrin si Maduro edhe tjera si këto? Personale. Ajo është ftesë që i vjen cilësinë e kryeministrit vendit, nuk është ftesë personale. Por që vjen ajo retorik ta themi këtë. Por që i ka shkuar në Çinëza. Do vi helikopteri kryeministrit do e marrë ato bullalliqe dhe shprehje pa që zezon. Ja jemi dakord me ty edhe këtë pikë. Por që Rama dhe qeverisja e tij nuk i ka marrëdhëniet aq pozitive sa që ka pasur, dhe kjo është po kaq e vërtetë, sepse vjen urimi i Departamentit të Shtetit dhe i sekretarit Rubio për shpalljen e pavarësisë, dhe në mënyrë të çuditshme në një urim që do të ishte protokollar futet një paragraf për luftën kundër. Është çik paradoksale, nuk ka urim për Ramon, po ama Rama shkon edhe takon Donald Trump. Kjo është një nisëm globale e Trump. Filozofinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës me atë çfarë duam ne këtu. Ska ndonjë gjë kaq specifike të lidhur personalisht me Ramon. Është Shqipëria e ftuar. Japim mendimin ti dhe Faiku. Në fakt PD dhe PS kanë qenë të dakordsuar për pjesëmarrjen e Shqipërisë atje. Po, në parlament ajo po. PD-ja ka përdorur këtë. Shkon tira si këto. Mos ngatrojmë anën, po themi protokollare. Për mendimin tim, duam apo s'duam ai është kryeministri i vendit. Tani mund të ishte edhe presidenti, po të paktën në këtë republikë parlamentare, në këtë mënyrë, po themi që kemi institucione kushtetuese, gjykojmë që kryeministri i vendit është ai. Që ta mbarojmë, nëse kanë diçka kundër. Nuk ka, pra që themi tashmë që tani, nëse do kishte një marrëdhënie kaq nëse nuk ka kryq. E pra, nuk ka kryq. Kryq nuk ka, por ama që të jetë kaq e rozë, po themi kjo marrëdhënie nuk është. Jo më kush. Se kanë abuzime kota. Ata janë bullalliqe tash. Ose ka thënë ai do ta besojmë ne, unë po them. E ka thënë ai që mos të vjetë kryeministër. Ajo që është e rëndësishme është kjo. Arrestim nuk do kishte ndodhur madje edhe që vajza e po themi presidentit të Shtetit Bashkuar të vinte në Shqipëri, madje do të pritet se mund edhe mos e priste. Pra nuk kemi këtë lloj situate, po themi kaq të zezë në marrëdhëniet midis Shtetit Bashkuar, po që nuk janë dhe rozë, të duhet ta themi. Që marrëdhëniet nuk janë më